Rritja e temperaturave gjatë këtyre ditëve duket se kanë nxitur fermerët të intensifikojnë punën në tokat e tyre. Një prej tyre është edhe Halit Cena, i cili ka nisur sistemimin e tokës për vendosjen e gardheve dhe pastrimin e barishteve. Kaloi tofti, doli dielli, doli pranvera, fillon këto të qelbru për smoj. Dominisht tash me pasur në ferr në gjona e kështu me këto jeshil lekin. Me fjalë për smoj, s'na ka dal pranverë tamam. Ja kam nisë mirë, të hek do ferra këtu në për këta, të shtegu një parë rrafimit. Qa me bunë, sa i një pasru këtë. A i kujdeset vazhdimisht për tokën, me qëllim ruajtjen e kullotave për baktin e tij. Ta ma shumë për lopën, se tani mjeli me thanë drejtën, jo që s'mjeli, po jam, ka një fëmijë, ka një këtë, sa është vetëm me levadhe, me kullota, me një lopë që është me shumë për vetë mbuj, ma shumë ka lekohën vetë. Haliti tregon se prej kohësh është i lidhur ngushtë me tokën dhe vazhdon ta mbajë atë aktiv gjatë jetës së përditshme. Pa, unë ora 5 gjysë mesit jam për jashtë. Unë sun rri lidhen puna që 68 vjet as një ditë ora 7 ka thënë mes të shkoj. Asnjëherë. Të punon. Gjithmonë në punë. Për veti, është shnet, ma shnetin, çka kena më bën se kjo punë kështu është. Pa, jo, me lanë, dhe më frejmë punit, unë nuk... Unë zdërzohë mërti, pa e ka këtë kush në dorë a gjithë. Aktualisht, pjesa më madhe e proceseve bujqësore si krasitja dhe mbjellja e farave, ai thot kanë përfunduar. 68 vjeçari shprehet optimist për një vit të mbar në frutikulturë. Kanë marru krasitjet këtë, tash kanë largu e në brima, kanë largu ftoftin, grisat, kanë zbarthy këtë, jeshilleqet, këtë gjanët. Ama me fjallë është përsmoj. Edhe ka arë vere marë, se vjetë i pat prishën ngrica shumë. Rrethimi i kullotave ka nisur edhe nga shumë banorë të tjerë, të cilët synojnë t'i mbrojnë ato nga dëmtimet dhe të sigurojnë ushqim për baktin